siç edhe ju bëra edhe prezantimin në fakt kur folëm së bashku, do të flasim për problematikat e sektorit të ndërtimit. Edhe së fundmi është publikuar anketa e Bankës Botërore mbi ndërmarrjet, edhe kryesisht, domethënë doja të përshëndrohesha tek ky sektor i ndërtimit si një nga më problematikët. Sipas anketës, në fakt, në fushën e ndërtimit ka problematika për sa i përket korrupsionit dhe 28% e bizneseve të anketuar deklarojnë se u është kërkuar rishfet në forma të ndryshme për të marrë lejen e ndërtimit. Si e shikoni ju këto shifra? Domethënë, janë gjëra që jo se nuk e dinim, po problemi kryesor është gjithë bazamentet mbi të cilët është rritur rritja e sektorit ndërtimit. Pra kush bazua rritja e sektorit ndërtimit? Nëse do të ishte një sektor i cili do të ishte rritur në mënyrë organike, pra do kishte ardhur si pasojë nevojës të shtetasve për të pasur apartamente, rritjes së një popullsie e cila natyrisht do të reflektojë edhe në rritjen e industrisë, rritjen e vëllimeve të industrisë, sepse do të vinte natyrisht. Do të kishim rritje të popullsisë, do të kishim rritje të kërkesës për apartamente, do të kishim më shumë apartamente, do të rritet industria e ndërtimit. Natyrisht që unë besoj se problemet edhe brenda industrisë së ndërtimit do të ishin më të vogla. Edhe vetë industria do të ishte më pak e ekspozuar ndaj presioneve që vinë në mënyrë të patishme. Jo se nuk do të ishte ekspozuar, si gjithë pjesa tjetër e ekonomisë, edhe ajo do të ishte ekspozuar, sepse ne dimë se kush është pesha e korrupsionit në ekonominë tonë, apo në mënyrë se si funksionon shteti jonë. Por, ndërtimi ka një specifik tjetër. Bazamentet e rritjes së industrisë së ndërtimit nuk vinë nga fundamentet të shëndosha ekonomike. Ato, duke qenë të tilla dhe të evidentuara të tilla tashmë publikisht edhe në mënyrë specifike të përmendura, e kanë bërë industrinë më të ekspozuar ndaj presionit korruptiv. Sepse nëse një fermer, për shembull, që punon bujqësi, apo një prodhues që përfaqëson sektorin prodhues, fundamentet me të cilët bazohet sektori janë të qarta, janë natyrore, ekonomike, të mëdha, të vogla nuk ka rëndësi, janë të qarta, presioni korruptiv nuk mund të jetë i madh. Kupton? Ndërsa një ndërtuesi, të cilit ne, ose më saktë, ata institucione shtetërore, njerëzit që kanë në dorë të themi mbarvajtjen ligjore të procesit, kanë mundësi që të ushtrojnë më tepër presion pikërisht për këtë fakti, sepse për mbledhje të shkurtë ai thotë, ne dimë që lejen e ndërtimit do ta marrë dikush që ka ca lekë për pastruar. Se tani në Tiranë njerëz apo në Shqipëri njerëz që kanë mbetur pa shtëpi dhe që kërkojnë të ndërtojnë shtëpi, jo apartamente, shtëpi. Keni parasysh ku dallon apartamenti nga shtëpia? Apartamenti kthehet në shtëpi kur aty jetojnë njerëz. Nëse blihet për të mbajtur aty stok edhe për të parkuar disa para, quhet apartament. Dhe duke ditur këtë proces, edhe presione që vjen nga sektori korruptiv i administratës është më i madh. Dhe prandaj ne shohim ndërtimin më të ekspozuar ndaj korrupsionit. Sepse ai e di thotë, ore ti do e bësh me para të pista. Ti do e bësh me pastruar para. Kështu që këto para, një pjesë na japi që të marr dhe unë nga kjo, se me që po e bën, më jepën mua pjesën time dhe kërkoj një pjesë më të madhe. Dhe prandaj është më i ekspozuar ndaj presionit korruptiv ndërtimi. Dhe do të jetë më i ekspozuar për sa kohë që rritja nuk i bazohet në fundamente natyrore ekonomike. Ky është problemi që ka industria e ndërtimit dhe që natyrisht haset. Shiko, shpesh herë i bie në qafë dhe pa drejtë, sepse mund të jenë njerëz të ndershëm, të cilët vërtet nuk e kanë bazuar punën e tyre, ndërtues të ndershëm, të cilët e kanë bazuar punën e tyre tek të ardhurat, tek fitimi i kompanisë tyre, para të ndershme, me të cilën janë paguar taksat. Kupton? Por duke qenë se pjesa më e madhe e industrisë sot, gjithnjë më shumë, duke u ekspozuar ndaj nevojës për kapital jo të qartë, jo të pastër ekonomik, kjo e bën të gjithë industrinë. Pastaj themi atë që bashkë me të fatë midije dhe i njomi, tani të gjithë do ta marrin këtë dëmtin që të gjithë do pastronin para, të gjithë janë duke pastruar para, të gjithë me qëse të gjithë janë duke pastruar para, edhe një pjesë këtyre parave që po pastroni juve, sepse aktivitet palishëm bëni, mos na bëni sikur po bëni në punë të madhe. E duke qenë se po bëni aktivitet palishëm, jepni edhe mua që jam pushtetari X apo pushtetari filan, fistek, pjesën time të korrupsionit. Kupton? Kjo është pak a shumë ai skenar që po shkon sot në industrinë e ndërtimit dhe natyrisht është e atyshme që të jetë më ekspozuar se të tjerët. Po sipas të njëjtës anketë në fakt, nga viti 2019 që
raportimet ose po themi bizneset të cilat ishin përgjigjur në po të njëjtën anketë kishin qenë 9%, që besoja shifrën e vogël edhe për kohën, por që kaq ishin të deklaruar, ndërsa tani janë 28% të bizneseve që kanë raportuar se ju kërkohet rishfet. Kjo mendoni që ka qenë në fakt disa që nuk e raportonin apo nuk kanë dashur. Edhe shifra 28% është shumë. Sepse praktikisht gjithë secili e ka pak vështirë që ta pranojë, sidomos në anketime të tilla të cilat të dhënat nuk është se i ketë sigurta, pra ti nuk është se je i sigurt që shikon nuk do të dali emri apo mosbesimi është jashtëzakonisht shumë i madh, pavarësisht se ti mund të vi ai pyet si anketuesi mund të vi me garanci, shikoj se ne jemi një institucion i tillë ndërkombëtar etj që nuk kemi lidhje me qeverinë etj. Është pak e vështirë për të përtypur nga ana e përgjigjësit, atyre që përgjigjen domethënë, që shikoj se ti mund të flasësh lirisht sepse nuk të ndodh asgjë. Kështu që unë besoj se këto anketime duhet marrë me rezerva. Po. Sepse praktikisht unë i shoh njerëzit të pa dëshiruar për të qenë të sinqertë me anketuesit sepse nuk kanë siguri. Nuk kanë siguri për vetë tyre. Dhe shifra 28%, që është zakonisht shumë e ulët. Po. Praktikisht është vendosi norm. Pra, nëse ti anketon jashtë mikrofonëve, të çfarë do lloji mikrofoni, anketim apo intervistë apo se duash ti quaje. Nëse i pyet jashtë mikrofonëve, ndërtuesit të gjithë pranojnë që të paktën në fazën e parë të marrjes së lejes ka paguar rishfet. Nuk po them që edhe më mbrapa, policive ndërtimore, bashkiake, këtyre që shkojnë inspektorët tatimeve etj me radhë, edhe atyre ju paguajnë rishfet. Por të paktën në fazat paraprake të marrjes së lejes, 100% e ndërtuesve marrin paguajnë rishfet. 100%. Jo as 20, as 30, as 70%. Të gjithë sepse tani është vendosur modus operandi. Pra ti nuk mund të marrësh një lejë ndërtimi nëse nuk paguan ato detyrimi që ke ti për post taksave dhe detyrimi që ke për haraçin. Se kemi taksat dhe haraçin. Taksat shkojnë për shtetin, haraçi shkon për taksidarin. Kështu që kjo është pak a shumë panoramë. Këto shifrat merr me rezerva, por natyrisht janë shifra zyrtare të cilat në fund do të publikohen. Në fakt, këtë pjesën ne kemi parë edhe në dosje që kanë dalë për zyrtar tani, që domethënë mos përmendim emra, apo e kemi parë domethënë që paguheshin me udhëtime lejet e ndërtimit ose nëpërmjet mënyrave të tjera që janë forma dhuratash, por që domethënë janë pjesë problematikës. Absolutisht, po unë po them nuk ka sektor të ekonomisë, ndoshta në sektorët më pak performues mund të kemi nivele të ulta të presionit korruptiv, se quhet presion korruptiv, por këto janë sektorët pak performues, në gjithë sektorët që performojnë mirë, pra që është energjia, ndërtimi, turizmi, presioni korruptiv shkon deri në masë 100%. Pra, për çdo kontakt që ti do të kesh me institucionet shtetërore ose institucionet e pushtetit, me personat e pushtetit, ti je në moment e parë je përpara një presioni korruptiv për të tre këto sektore. Të tjerët pastaj ndoshta diçka më pak, sepse mund t'ju imbulon pak a shumë ajo i shërben si mburoja i fakti që nuk po performojnë mirë, ndërsa këta që janë sektore që po performojnë mirë, i këpusin. Duke marrë parasysh edhe informalitetin, sërish shifrat e performancës të sektorëve janë goxha të larta, në fakt janë shumë fitim prurës. Po shiko, ka një farë linje logjike dhe ata të korruptuarit, pra ata që kërkojnë korrupsion. Ka një farë linje logjike se të thotë ky tani po bën o me informalitet, o me pastin parash, po bën para. Tani kjo është e palishme. Me që ka e palishme dhe unë jam personi që jam përballë, jam përgjegjës për ligjin, atëherë le ta ndajmë bashkë të palishmëri. Pra përfitimin nga palishmëria ta ndajmë bashkë. Më kupton? Pra po të shikosh janë të gjithë këto sektorë të cilët janë të ekspozuar nga informaliteti, në çfarë lloj format nga më ndryshme. Po në fakt pikërisht aty vjen dhe presioni mirë. Po në fakt edhe fjalë në të gjithë aksionin që bëri kryeministri Edi Rama vitin e kaluar, ku në fakt në tentativën për të ulur, po themi, informalitetin, kur vinte punat e takimet me biznesin, ishin gjithmonë ata që ju thoshte që unë e di që juve pagat i keni më të larta në sektor, por nuk i deklaroni. Dhe gjithmonë presioni ishte dukshëm më i hapur ndaj këtij sektori se sa sektoreve të tjera, edhe ndaj sektorit të turizmit.
Shiko, dhe ajo ishte sepse kryeministri në atë kohë ishte thjesht interesuar për skemën e pensioneve, sepse kishte dalë bllok përpara pensionistëve, por kryeministri e di më mirë se sa unë dhe së ti se sa më i lartë është informalitetin në pjesë të tjera, në segmente të tjera të biznesit. Kjo thjesht e pagesa e paga. Në segmente të tjera të biznesit, së mos në biznesin e turizmit, në biznesin e ndërtimit, apo dhe në biznesin e energjisë. Ai e di shumë më mirë se sa unë dhe se ti bashkë. Po patjetër. Në fakt, kohët e fundit Tirana është përmbytur nga lejet e ndërtimit dhe vetëm në muajin tetor të vitit që lan pas, Këshilli i Territorit ka dhënë një sër lejesh për kulla në zonat të ndryshme të Tiranës. Pas nuk ngelen në fakt as qytetet bregdetare, siç janë Shëngjini, Durrësi. Por nga ana tjetër, domethënë pavarësisht bumit të lejeve të ndërtimit që janë sërish nuk shohim një ulje ose një tentativë për ulje të çmimeve të apartamenteve. Nuk e di, domethënë ka një shifër disproporcionale midis stokut edhe shifrave alarmante në fakt që do thoja të çmimeve të apartamenteve që janë të frikshme. Shiko, vjen disproporcioni pikërisht për shkak se kërkesa për apartamente nuk përputhet me nevojën natyrore që ka popullsia për shtëpi. Thash dhe pak më parë, kush diferenca mes një apartamenti dhe një shtëpie. Një shtëpi quhet një apartament ku banojnë njerëz. Dhe një familje që blen një apartament, blen një shtëpi. Një biznes apo një person që do të pastrojë para për blen një apartament, blen një apartament. Duke qenë se çmimi i shtëpive është i lidhur me çmimin e apartamenteve, këtu shtëpitë po bën gjithnjë më të papërballueshme, sepse natyrisht nevoja plotësohet nga aparat që vinë jashtë cirkuitit normal, cirkuitit natyror të prodhimit të kërkesës për apartamente. Kjo është popullsia, është popullata, njerëz që duan të banojnë ato apartamente. Nuk janë këta ata që po blejnë shtëpi, po blejnë apartamente. Pra nuk janë familjet që po blejnë apartamente, nuk janë çiftet e reja që po blejnë apartamente. Nuk janë emigrantë që po kthehen dhe po blejnë apartamente për të jetuar. Apartamentet po blehen nga njerëz të cilët i kanë para të kesh, të krijuara nga aktivitete nga më të ndryshme, duke filluar që nga trafiqet, korrupsioni, pastet e palishme, së fundmi edhe këto call center. Pra, janë këto aktivitete të cilat në një moment caktuar prodhojnë para. Paraja është kesh, sepse nuk mund të futet në bankë sepse është prodhuar nga një aktivitet i palishëm. Dhe duke qenë kesh, nuk mund të mbahet kesh, sepse po mbajt kesh dëmtohet, vidhet, e ketë ekspozuar gjithë kohën, do duhet të integrohet brenda një sistemi, le të themi, formal fiskal, të formalizuar fiskal. Në bankë nuk i fusin dot se s'kan si deklarojnë, atëherë Shqipëria ka gjetur këtë metodën që këto para kesh ti blen një apartament, sepse këtu ka vrima të mëdha sistemi sa një djath zviceran. Ne kemi parazysh ato vrimat e djathit, e djathtrave zviceran, ja, kaq të mëdha janë vrimat e sistemit. Dhe këto para kesh futen në sistem. Tani qëllimi i atij që ka para të kesh krijuar nga aktivitete jo të lishme, nuk është të fitojë me këto para, por të humbas. Mjafton që në fund të ketë fraksionet asaj shifre që ka, pra le të themi të ketë 80-90% apo 70% të atyre parave që kishte në fillim, po t'i ketë të pastë. E gjitha kjo e shtyn ose më saktë krijon një disi që këto të rriten shtëpi. Pse? Sepse ai vërtet thotë që unë do të blej një shtëpi të shtrenjtë. Do blej 100 metra katror me 2000 euro metri katror. Dhe nesër nuk do ta shes dot me 2000 euro, po do ta shes me 1800 euro. Ja kam bërë kabul që të marr 180.000 euro të pastre, të humbas 20.000 euro, vetëm këto 180.000 euro t'i kem në bankë. Kjo quhet kosto e pastrimit të paras. Tani kosto e pastrimit të paras çfarë bën? Mua që jam qytetar, që më duhet të shkoj të marr kredi për të blerë një shtëpi, ma bën të pamundur. Sa ishte gatshëm me ble 200.000 euro me humb para. Po kupton për të blerë ata apartamente, vetëm që të heqi keshin nga shtëpia, mos ta mbaj keshin në shtëpi se do i prishë, do ja vjedhë. Të ha miu, apo ja ha molën në shtëpi, po kupton? Kështu që ai ishte gatshëm ta bëjë këtë.
Kjo çfarë bën? Më dëmton mua, se unë s'jam i gatshëm, s'kam mundësi ta bëj këtë. Unë s'kam mundësi të blej me 2000 euro metri katror, një shtëpi 100 metra katror. Nuk e bëj dot. Me para të pasi nuk bëhet dot. Njëkohësisht, pjesa më e madhe e shoqërisë nuk afrohet dot te banka. Nuk merr dot kredi në bankë. Do të thënë sot, paga mesatare, çifti me pagë mesatare në Shqipëri nuk afrohet te banka. Paga mesatare sot në Shqipëri është brutoja diku te 85.000 lekë. I bie net aty diku te 73-74 në shkësot 5.000 lekë. 750 euro. Një çift me 1.500 euro, një çift me pagë mesatare, 1.500 euro. Me 1.500 euro nuk të fut banka fare. Nuk të afron fare. Nuk të. Për, po themi, për to apartamentet që janë në Tiranë. Nëse do marrësh andej nga futim Bërzulla, nga QTU-ja, tutje largë, më thënë aty po. Por që të marrësh brenda qytetit të Tiranës, e kjo të pamundur. Por në fakt sepse këtu këtu në Tiranë çmimi është i shtrenjtë sepse dikush tjetër ka dashur të pasojë paratë e tij, ka pranuar ta blejë me 2.000 euro. Që ti sa afrohesh dot tek ai. Në fakt edhe në Tiranë vjetër edhe një anomali tjetër, sepse nëse në vende të tjera zakonisht ndërtimet bëhen në periferi, edhe qendra nuk preken, në Tiranë bumi i ndërtimeve është i përshëndruar në qendër të Tiranës. Dhe kjo ka bërë që çmimet të jenë edhe ekstremisht edhe më të larta. Në fakt, si e shikoni këtë? Kjo erdhi si pasojë e një prerogative politike. Sepse kush erdhi në fillim në 2015 kur Erion Velia erdhi në krye të Bashkisë Tiranë dhe në 2013 kur Edi Rama erdhi në krye të qeverisë, ata nuk e dinin që do rinin kaq gjatë në pushtet. Dhe punuan me babëzinë e njeriu që mendojnë që 4 vjet është në pushtet, kështu që të marrë çat marrë këto 4 vjet. Të grabis çat grabis të 4 vjet. Dhe në punë, dhe në fushën e lejeve të ndërtimit, ata nuk e dinin që do rinin kaq gjatë në pushtet. Ata filluan të jepin leje ku ishin tokat më të shtrenjta, sepse keni pasur toka më shtrenjtë, përfitimi më i madh, korrupsioni më i madh. Kupton? Nuk u morën ata fare, nuk patën mendje fare ata për të zhvilluar qytetin. Ata e patën mendje si të jepnin leje ndërtimi që jepnin më shumë para këtyre rishvet. Po që të marrin më shumë rishvet, ai duhet që ndërtuesi të marrë një vlerë të mirë, një tokë me vlerë të mirë, pra ta marrë lejen në një tokë me vlerë të mirë. Tokat me vlerë të mira, kush janë? Janë të qendër, se janë të gatshme. Ato të periferisë mund të bëhen, me të ardhmen, po s'ka kohë, s'kishte kohë Erion Velia, se 4 vjet mendon se do rinte, domethënë. Sa të merrte vlerë toka në Paskuqan, thoshte ai, apo të merrte vlerë toka kujtu në Daj, apo te nga nga Biza, nga Dibra, nga rruga Dibrës te larg. Kam ikën pushtetet këtu. Kështu që më mirë jap to leje tu në qendër që është toka e shtrenjtë që tani, është përfitimi i madh që tani, edhe kështu marrë për vete rishvet më të maj. Prandaj dëndën të gjithë në qendër. Po ta dinte për shembull Edi Rama që do rinte 16 vjet të pushtet. Besoj se do kishte ndryshuar strategjinë, do të jepte vlerë kujtun në periferi, se të më pas pastaj do fillon të do kishte zbatuar planin urbanistik. Po të paktën nuk do ta kishte mbytur këtu në qendër, po këta na mbytën në qendër se nuk e dinin që do rinin kaq gjatë pushtet. Ta menduan 8 vjet jemi thoshte Edi Rama, sepse ky është mundësia. 8 vjet një, 8 vjet tjetër. Unë 8 vjet do rinë pushtet, kështu që të marr çat mundem këto 8 vjet, pastaj bomba të bjerë, kupton? Kur ti nga pushtet. Dhe ne sot vuajmë pikërisht kështu. Në fakt, siç e përmenda edhe pak më sipër, është ndërtuar pa respektuar asnjë lloj plani urbanistik, edhe nuk e di në fakt se si ndikon në tërësinë ekonomike kjo pjesa, se nuk ndikon vetëm në ekonomi. Pra, impakti i planit urbanistik ka një impakt socio-ekonomik. Pra, dhe ajo me rënda është impakti social. Sepse qyteti kthehet në i pabanueshëm. Mos respektimi i planit, gjeshja e qendrës me ndërtime, çfarë prodhoi? Prodhoi më të ndotje, ajër të ndotur, prodhoi ndotje akustike, zhurma, të cilat natyrisht krijojnë depresion psikologjik, pra trauma psikologjike, gjitha këto. Prodhoi trafik. Pamundur ti të mendosh të kalosh në qendër të Tiranës, po kaloj orën 9. Po që edhe këto sjellin edhe kosto për qytetarët pastaj, duke marrë parasysh edhe çmimin e karburanteve.
Kjo pastaj çfarë prodhon? Prodhon stres të qytetarëve. Prodhon mat, ankth. Pra ti nuk mendon dot lirshëm, ti nuk jeton mirë. E kjo është më e rëndësishme se sa paraja. Pra fakti që ti të ajër të pistë, fakti që ti je gjithkohë në presionin e rrugëve, nuk ke moment qetësie në shtëpinë tënde, ku do të jetë ishull i qetësisë. Shtëpia për gjithë secilin do të jetë ishull qetësie. Ti ri, relaksohesh, puna etj, fillon edhe kullon. Tu nuk kullon dot. Stresin e ditës, sepse të lë poria, të lë makina, të lë trafiku etj. Pra, gjitha këto e bëjnë jetën e qytetit të pamendueshme. E bëjnë shumë pak cilësore, as pak cilësore. E natyrisht kjo konsiderohet shkatrim i qytetit. Dhe ky qytet Tirana sot është e shkatruar. Tirana sot është një qytet i shkatruar. Është i pabanueshëm nga pikpamja biologjike. Është i pamundur për ta menduar dhe unë besoj se shumë shpejt do të braktiset. Njerëzit do të fillojnë, ka filluar qytetarët mendojnë të zhvendosen në periferi, sepse periferitë në fakt po janë më të sistemuara. Këto ndërtimet e reja që po bëjnë në periferi, pavarësisht edhe aty ka një nonsens ekonomik me ato çmimet që se ti mund blesh një pronë 1 milion euro në Tiranë, që GDP e Tiranës është 7 miliard euro në vit, ndërkohë që GDP e Barcelonës është 150 miliard euro dhe prona nuk bën as sa gjysma e asaj që bën Tirana, kupton? Se të kuptosh, vlera e pronës së fiton e lidhur me vendi ku je. Do ti blen 1 milion euro në Barcelonë sepse ai qytet ka GDP 100 ca miliard euro. Po ta blesh Tiranë që ka 7 miliard euro GDP në shturp. Gjithsesi, qytetin pa kuptuar. Ta vazhdojmë aty ku e lam. Periferitë kanë filluar janë sistemuar. Janë më të sistemuar, po më besoni, do ketë një zhvendosje mini zhvendosje demografike brenda qytetit. Shumë unë Tirana 2030-2040, unë shikoj të braktisur në qendër, pra kanë ikur njerëzit nga qendra, dhe më tepër të populluar në periferi. Të gjitha këto që po ndërtohen sot i shoh si të pashfrytzueshme. Dhe do të mbeten të pashfrytzuara. Jo thjesht të pashfrytzueshme, por edhe të pashfrytzuara. Nuk do të shfrytëzohen ato deri në fund. Dhe kjo është vizioni që u shoh te qytet sepse e shikoj që nevoja organike e shtresës mesme që është pjesa më prekur, po më dinamike është për të ikur jashtë Tiranës. Pra, vazhdoj të ketë zyrën, punën e tjerë në Tiranë brenda, po për të jetuar po ikin jashtë Tiranës. Dhe po fillojnë të popullojnë këto rrethina, të keni parasysh Baldushku, te Sauku, etj. Dhe kjo do të jetë një trend i cili do ta braktisë qendrën dhe ato miliarda euro që janë hedhur në qendër në një moment 10 vjeçar, 15 vjeçar, ndoshta 20 vjeçar, do të kthehen në zero, se do kenë vlerë, no? Për sa kohë si kërkon njeri, nuk banon njeri, nuk shite, nuk blije, nuk do kenë më vlerë, do të kthehet prona në qendër, do të ketë një zakonisht shumë e vjetër, do të jetë më shtrenjtë, shumë më shtrenjtë prona në periferi. Ky është fati i Tiranës. Para disa kohësh në fakt, krenaria më e madhe e zotit Velia ishte ishte rritur vlera e pronës. A tregon domosdoshmërisht në kushte normale, rritja e vlerës së pronës, rritje ekonomike, zhvillim? Se nuk po marrim shembullin e Shqipërisë sepse e dim arsyet konkretisht, po më thjesht për sepse përmendet shumë shpesh kjo pjesa e vlerës së pronës dhe është krenaria më e madhe e qeverisë, e zotit Velia e kryebashkiakëve zakonisht. Megjithëse ne e dim që kjo është rësisht artificiale dhe ndikuar nga faktorët që i përmendëm më sipër, po që në kushte normale po flasim, në kushte ideale ekonomike. Shiko, njerëzit nuk transaksionojnë pronë. Mund të transaksionojnë një herë në jetë. Ty mund të të iki gjithë jeta jote, ju jeni vajzë re, besoj do kryo, nuk e ti kemi kryo familje, po marrë një vajzë re që kryon familje dhe vetëm një herë blen një pronë. Njerëzit nuk transaksionojnë. Pra, vlera e pronës është një gjë teorike që mua për shumë, si para nuk më thot asgjë. Sepse unë nuk kam plan as të merr me shitblerje apartament, as të shes shtëpi të blesh. Çfarë ndodh? Ajo që njerëzit shijojnë kur rritet prona është shkaku pse shritet prona. Pra, prona në fakt, rritja e vlerës së pronës është një tregues, është një pasojë e rritjes së mirëqenies ekonomike. Në ato qytete që rritet
në mënyrë organike po flasim. Vlera e pronës do të thotë që më përpara se sa të rritet vlera e pronës, është rritur ekonomia aty. Dhe rritja e ekonomisë në qytet ka sjellë që edhe vlera e pronës të rritet. Ky është momenti që qytetarët aty qyteti shijojnë, por nuk shijojnë rritjen e vlerës së pronës. Se pronë nuk transakcionojnë ata, po ata shijojnë ekonominë që është reflektuar te rritja e vlerës së pronës. Ekonomia ka shpërsuar, është rritur e para ekonomia, atë kanë shijuar. Dhe mendojnë që shiko tani jemi më mirë sepse na shritur vlerën e pronës, ose më saktë reklamohet sikur e gjitha përmbitet e fakti që është rritur vlera e pronës. Por fjalia është rritur vlera e pronës, ma brenda është rritur cilësia e jetës në qytet, është rritur ekonomia e qytetit, është rritur shërbimet, janë rritur shërbimet në qytet. Do të thonë të gjitha këto janë rritur, qytetari i ka shijuar këto. Do të thonë të gjitha këto reflektojnë të rritja e vlerës së pronës. Në Shqipëri apo në Tiranë nuk ka ardhur këtë arsye. Ne do ta kishim shijuar rritjen e vlerës së pronës nëse do të kishte ardhur për këto arsye. Aty do të ishim të lumtur. Po fakti që rritet prona sepse është njëri që do të pasurë para dhe e blen me 2000 euro, nuk tregon asnjë gjë për mua se s'kam shtëpi për të shitur. Nuk ka shtëpi për të shitur përveç atyre që merr me shitje shtëpish. Po, pjesa tjetër që është 99% e qytetit do merr me shitje shtëpish. Po, ajo vlera është teorike, që nuk ka asnjë vlerë. Prandaj thash që kur flasim për rritjen e vlerës pronës, ka shumë të bëjë nga se ka ardhur. E qartë. Fakt këtë doja që ta elaboroja pak edhe të sqaroja edhe pak këtë pjesën që sepse edhe shumë edhe nga qytetarët, domethënë me ato që edhe kam parë edhe dëgjuar, domethënë zakonisht është kjo pjesa gjithmonë që po i japin edhe banesat për ndërtim për pallat, sepse thonë që po rritet vlera e pronës në zona si Kamza, Paskuqani, kam dëgjuar masivisht domethënë që japin shtëpitë e tyre private për të ndërtuar në tokën e tyre apartamente për të zhvilluar. Por që domethënë është fenomen që është shumë i përhapur së fundmi. Domethënë nëse dalim në periferitë e Tiranës, nuk e di si funksionon në qendër, por që në periferi të paktën me vëzhgimet e mia e kam bërë re që është bërë shumë masive. Qendra ka mbaruar. Qendra e Tiranës ka mbaruar, tani prandaj lëshuar në periferi. Po natyrisht që është një moment i mirë për gjithë ata që transaksionojnë, që të përfitojnë sa më shumë nga nevoja ose nga kërkesa që ka industria për metra katror, sepse pas ka para. Sepse qytetari që ka të shtëpi nuk i intereson se ka vjen para. Gjithë që ka para, shtetit i intereson nga vjen para, sepse shteti ndërton ajo paraja që vjen. Nëse qytetari përpiqet ta marrë sa më shumë dhe prandaj ti do të shikosh jetëje më tepër tendencat e tilla ku qytetarët që kanë shtëpi private, të cilët kanë marrë legalizimin dhe kanë marrë certifikatet, të jenë të gatshëm për të dhënë pronësinë e tyre për ta këmbyer me apartamente, sepse ata ruajnë raportin e pronarit të tokës, i cili është 35%, sepse ka një raport shumë mirë, shkon deri në 45%. Për tokat mira, për pronat mira që janë në qendra e tjera, mund të shkojë deri në 45%. Çfarë do të thotë që ata përfitojnë nga ky raporti i përfitimit të pronarit të tokës, dhe shumë mirë bën që e elaborojnë. Tani ideja është që kjo gjë nuk impakton qytetarët. Impakton vetëm transaksionuesit, ata që bëjnë transaksion.